Përshëndetje o shpirti madh, o femër, o grua, ti që ri në njën e një buri në eshtje, pa folu, që bën sakrifica dhe vej gjithmonë të tjerët për para dhe ti le vendin tënd të fundit. Mos harro që ke fuqi dhe bashkohuni të gjitha bashkë të gjejmë fuqin ton, zerin ton. Për këtë, së shpejti, do krijojmë një trajnim të madh për të gjithë ju, për të liruar nga përkushtimi që kemi për ne femrat tek nana jon, gjyshet tona, atë që them 14 preza nga mbrapa. Erdhi koha që ne ta lirojmë, ta bëjmë këtë për veten tonë, për femrat, vajzat tona, gjithashtu dhe për çunat tanë, sepse ata duhet të kuptojnë që femrat kanë të drejta dhe të jenë me një femër që vërtet do dhe respekton veten dhe jo të jetë në rolin e viktimës. Dhe jo të mos flasësh, të durosh dhe të hysh në depresion, sepse jeta nuk e ardhur këtu për të jetuar jetën në këtë mënyrë, por ke ardhur të gëzosh dhe jo të jesh një dërim, por të shijosh. Dhe për ju meshku që më dëgjoni, ju duam shumë, nuk kemi asnjë gjë me ju. Dhe ju që jeni ato mentalitetet e vonta të mëparshmet nga pararësit tanë. Ne ato na ndihmuan deri tani, por ne ky brezi jon dhe ju thërasim së bashku të punojmë, të hapni zemrat dhe fortësia juaj. Forca juaj nuk është të sillni forcë tek femrat, por fortësia juaj është kur ju përkrani femrën, kur e dëgjoni femrën, si ndihet ajo, dhe t'ja plotësoni dëshirat. Dhe duke hapur shpirtin edhe ju, të flisni për emocionet tuaja, sepse nuk jeni ata të fortët dhe agresive që bëheni, por brenda jush, si brenda nesh, janë në qelizat tona, janë ata 14 preza, 1428 paraardhës, që na mësuan të luanim rolin ndryshe. Ne deri tani nuk kemi jetuar, por kemi mbijetuar. Dhe kjo prap ka ardhur nga ata, sepse jeta e vështirë që bënin paraardhësit si femrat e meshkujt ishte ajo që bëri që duhet të mbijetonim, se kishte luftra, kishte dhimbje, sëmundje të mëdhaja, gjëra që kanë ndodhur në paraardhësit tanë. I falenderojmë, i respektojmë, i nderojmë, por ne mund të bëjmë diçka ndryshe. Prandaj kemi metoda të ndryshme të gjej sikush vendin e tij dhe ju thëras në një sistem përfaqësik dhe së shpejti në muajin maj, pas votimeve tani, të arrijmë të vijmë dhe nga afër të punojmë, për në të njëjtën kohë kemi mënyra të ndryshme që mund të punojmë, që të lirohemi dhe të pranojmë njëri tjetrin. Jo të jemi në luftë dhe na kërkohet që ne të pranojmë njëri tjetrin për të mirën tonë, për të sjellë balancën dhe ekuilibrin brenda nesh dhe jashtë nesh. Ky është Chelsea, ju kam thënë dhe shikoni në te agenda magjike që kam shkruar që do vijë ekuilibri deri në 2030 dhe Chelsea kryesor është gjinia femërore dhe maskullore. Mos bëj bosin, mos bëj të fortin, duke dëshkruar një femër, duke përdorur, duke e mërzitur. Tash, do të tregosh forcën, tregoje duke hapur zemrën dhe shpirtin, sepse në këtë jetë ke zgjedhur të jesh mashkull dhe në këtë jetë kam zgjedhur të jem femër. Dhe mos na lejoni që të ndryshojmë rolet, siç kemi ndryshuar dhe jemi bërë më agresive nga meshkujt, sepse duhet të mbronim veten tonë, të mbijetojmë. Prandaj zgjidhja është vetëm një, dashuria dhe pranimi njëri tjetrit.
dhe që të pranojmë njëri tjetrin, duhet të pranojmë gjinin maskullore dhe femrore brenda nesh. Me të do t'ju bëj një video pastaj më vonë, unë për të respektuar veten time, gjinin maskullore, femrore, brenda meje. Sot ishte ditë e bukur dhe vendosa të vi këtu në Kalkidikin, në Greqi, në deti, sepse shpirti im kërkonte këtë. Kam thënë dhe juve, gra dhe bura, pyetini veten tuaj që në mëngjes, çfarë do të bëj unë për ty? Shikoni të punoni me veten tuaj, je femër se mashkull, dhe mos shiko të krijosh forcët e tjetrit, se nuk mundet të bësh asgjë me forcë, por vetëm forco veten tënde, kuptoj, pranoj, plotësoja dëshirat dhe ti femër, mos prit të ti plotësoj dhe të shikoj një mashkull, të shikoj vlerën e meritën tënde, të tregosh në mënyrë më të ndryshme, duke eshtur, duke mos folur, duke u bërë më biznesmane se meshkujt. Jo, neve jemi hëna, burrat janë dielli, dhe që të ndriti një hënë, duhet të ndriçohet nga dielli. Prandaj ju burrat duhet të qëndroni në vendin tuaj dhe ne gratë në vendin tonë. S'është nevoja t'ju tregojmë sa forcë kemi, e treguam deri tani, kemi forcë se në të njëjtën kohë gruaja gjithmonë ka qenë nënë, ka qenë motër, ka lindur, bënte punë të shtëpisë dhe juve që keni qenë më përpara, vinte dhe në kooperativë, vinte në punë, lodhshe, bënte dhe punë në shtëpi dhe fëmijët i riste vetë. Ato nëna erdhën të sjellin drejtësinë. Ato nëna dhe gjyshet tona që kanë luftuar kaq shumë, se ne prap kemi mundësi të bëjmë diçka ndryshe, por i kemi në qelizat tona dhe duhet që t'i lirojmë, t'i falenderojmë, tash ka zgjidhje. Nuk është nevoja të bëhemi të sillim më tepër lek se sa burrat, dhe ata pa dashje na kanë zilipës, se nga natyra ata kanë ardhur të jenë në vendin e burrit. Nuk është nevoja të sillemi me agresivitet, ku ne jemi të buta dhe kemi ndjenja. Po puna është na gjendë ta yçelsi zemrës tonë, që ne ta hapim zemrën. Ja dhe me këto dhe me ashtu, kam arritur te deti, dhe ja sa bukur, ka njerëz këtu, disa në plazh, disa bëjnë piknik, t'ja u tregoj. Shikoni, të dilni në natyrë, të kënaqeni. Kam bërë një rrugë që të vinja deri këtu, por i thash vetes çfarë do dhe atë që donte ishte ajo. Dhe dua t'ja u tregoj këtu vendin, shiko, bardhësi, mirësi. Shikoni, pemët kanë lërzuar, nuk ka më mirë se të tokëzohesh dhe t'jesh pranë detit. Provojeni dhe është sikur do t'ja marri tërmërzitje, shprehuni te deti, uluni në tokë dhe të ktheheni ndryshe në shtëpi. Bëni një shëtitje, nëse keni mundësi, dhe për ty femër që nuk ke mundësi, krijoja mundësit vetes, që të mos kesh ankesa e idhërime. Të gjitha mund të bëhen. Ju falenderoj. Mund të bëjmë dhe dojnë video tjetër më vonë. Si fillim, po qëndroj tek deti, po plotësoj dëshirën si peshk jam që më pëlqejnë ujë, dhe kur të më thot mendja ime, atëherë do shkoj të kthehem në shtëpi. Çdo të thot kjo, po me punë të shumtë me veten time kam fituar lirinë. Edhe kam dhe të drejta dhe jo vetëm detyrime. Prandaj, shiko, t'ja plotësosh dëshirat vetes grua, që mos presish nga të tjerët dhe të shikosh që sa e lumtur do jesh. Kemi nevojë për liri. Dhe liria je ti.